Mëngjesin e kësaj të premte në orën 7:45 në Vlorë mbërriti kroqera Monet me flamur të Kingstown. Në bord ndodhen 48 pasagjerë, turistë nga vende të ndryshme si Kroacia, Portugalia, Gjermania dhe Anglia, të cilët do të vizitojnë disa nga pikat turistike të zonës. Kroqera Monet ka ardhur nga Durrësi dhe do të qëndrojë në portin e Vlorës deri në orën 20, për të nisur më pas drejt destinacionit të radhës, Sarandës. Vlora po kthehet gjithnjë dhe më tepër në fokus të turistëve të huaj, të gjithë atyre të cilët e zgjedhin qytetin duke ardhur në këtë të fundit me anë të kroqerave. Një tjetër kroqerë në mëngjesin e kësaj të premteje ka mbërritur në qytetin bregdetar të Vlorës. Është kroqera Monet, e cila po zhvillon një tur vizitor në të gjithë Shqipërinë duke vizituar disa qytete dhe nuk mund të rinte pa kaluar, pa ndaluar në një prej atraksioneve më të rëndësishme turistike të Shqipërisë, siç është edhe Vlora. Muaji prill shënon edhe nisjen e sezonit të kroqerave në Vlorë, duke e kthyer qytetin gjithnjë e më shumë në një destinacion të përvitshëm për turizmin detar. Kroqerat pritet të vijojnë gjatë gjithë sezonit turistik. 48 turistët që mbërriten këtë mëngjes kanë në itinerarin e tyre vizita në disa prej pikave më të njohura turistike, si Zverneci dhe Parku Arkeologjik i Apollonisë.